vjen do 7 vjeçë, quhet Justina në kërëshim të marketit. Një ditë mendova të hap Snapchatin me emrin tim. Ashtu si mirë adoleshent që kanë llogari në këtë rrjet social tepër të frekuentuar nga kjo grup mosh. Jo po një gotë që quhet Ana Gelatinaj. Fillovi një muaj fol shumë mirë bashkë. Taj ajo pa kam fajtim, dëshiron të shijoj tash më tha. Po mirë, pse ku i di. Pavarësisht këtij refuzimi të parë, insistimi i bashkëmoshatare se bën të ndërrojë mendje dhe Jessica vendos të pranojë të njihet me Merdianin, vëllain e shoqës së re. I dhash numrin në WhatsApp. Fillova të flisim se besova me fjalët që tha. Sa vjeç ishte vëllai? Ai thoshte 18, po nuk e dija me sa distancë, nuk kisha shumë besim. E ke parë ndonjëherë, ke patur mundësinë të komunikosh me kamera me të? Jo, vetëm me të shkruar. Si t'u prezantua? Jam 18 vjeç, Vika tetova e madhe. Tua të njihemi se tua të kem një partner, ma mbushi mendjen me gjërat që thoshte. Për ta përmbledhur, vajza adoleshente njihet në Snapchat me një moshatare të saj nga Tetova, që më pas i prezanton vëllain e saj 18 vjeçar me të cilin nisi komunikim intensiv. Por gjatë bisedave me djalin nga Tetova, Jessica diçka dyshon, prandaj mendon që ta vër në provë. Një ditë apo një Instagram fake, aty provokova këtë, thash sa vjeç je, 20 tha. E pyeta për gjërat që kisha thënë mua, nuk ishin të njëjta me fjalët që shpat mua. Por jo vetëm kaq, sepse gënjeshtrat e Merdianit sapo kanë nisur. Në fillim të njohjes, u shfaq një personazh i ri, Qemali. Ai thoshte Merdianit që Jessica i dërgonte video me përpajtje plus 18 që mos t'i thoshte familjes time. Nëse nuk dërgon video të tilla, sepse dinte diçka që unë kisha prej familjes time. Po sa kohë kishe që ti flisje ndërkohë me të? Një javë maksimumi. Po ty kush t'i thoshte këto gjëra? Vetë Merdiani? Merdiani më shkruajti. Pra ndërsa Jessica dhe Merdiani komunikonin çdo ditë, në skenë hyn Qemali, i cili duket që është në djeni të këtij raporti në distancë dhe për t'i dhënë një dorë 18 vjeçarit nga Tetova, i shkruan atij se çfarë duhet të bëjë vajza adoleshente. Përfshi edhe shantazhin me foto intime. Shkruajta vetë këtij personi, po dha i thoshte gjëra nga më të prisht. Të fërkosh të hekës sotjenat para muaj, të resh në kamerë të re, të hekës sotjenat brekët ta nga qa ke veshur, ja të derdhësh ti, ja unë. Të bësh të erkë, cilat kushte mund t'i bësh, më thuaj. Të gjëra kërkonte që të dërgoja Merdian. Qemali nuk i kërkonte për vete, por për adoleshentin që kishte marrë përsipër të ndihmonte. Gjeja gënjeshtra, e nuk i bëra këtë gjërat. Nëse Shamili do ishte personazh real, do t'i kërkonte vetë të shifte këtë gjërat, jo t'ja çoja unë Merdian. Foto normale që i dërgoja shoqet e mia, jo seksuale, ja dërgova dhe Merdianit se kisha besim te ai. Ky kisha ruajtur shënjit. I njëjti person që ja dërgova foto Merdianit e kisha tek ky foto një person tjetër. Po si e shpjegonte Merdiani këtë? E i më tha, i ka marrë vetë nga telefoni, më ka mbjedhur stegën. Qamili dukej aq i zoti sa që arrinte të merrte në zotërim çdo foto dhe çdo chat bisede mes dy adoleshentëve. Të paktën këtë mundoi t'ia shpjegonte vajzës partneri i saj virtual. Ku jetonte Merdiani? Ai jetonte në Itali. Po Qamile? Në Diprën e Madhe, mos kujtoj. Pra nga Italia në Diprën e Madhe, Merdiani ti kishin vjedhur telefonin. Po, pas Merdian. Ti ke dyshuar ndonjëherë që të jetë një personazh real? Po kishim diçka të përbashkët sepse Merdiani nuk shkruan mirë. As të Qamili nuk shkruante mirë, dhe aty mendoja se mos ishte ai. Po ndërkohë vetë të kishte kërkuar ndonjëherë foto dhe video me përmbajtje plus 18? Po, ka kërkuar, po i kam bërë blok njërë, po ja është më pra blokën. Nuk ja kam dërguar ato foto intime dhe i kam bërë blok. Po motra e Merdianit, ajo që e kishte prezantuar dy të rinjt, ka ekzistuar ndonjëherë si personazh? Nuk e di, dhe vërtetë po nuk e besoj. Nuk e çon vetë shumë ai që kam foto. Ja ke shfaqur ndonjëherë Merdianit këto dyshime? Po, e kam pritur shumë keq. Ai bënte disa gjeste shumë të këqija që mua më vinte shumë keq. Për shembull i binte muri, i binte tavolinë, thoshte, "Po nuk pata ty të bëra të vetën." Një posesivitet ndaj një adoleshente me të cilën kishte vetëm një muaj njohje në distancë. Për një muaj, si ishin bisedat tuaja? Sa herë komunikonit, sa intensive i? Bënte muhabet normal, i thoshim njëri tjetër burrit e gërua. Ty të pëlqente kjo gjë? Thjesht ndjeva atë sigurinë. Ai qante. Pse siguri pikërisht nga ai person që në fund të ditës ishte në distancë dhe ti se ke takuar kurrë fizikisht? Më thoshte mua do vi aty, do të parë. Ti vetë ke tentuar ta marrësh personazhin me emrin Qamil në telefon?
apo përmes Instagramit? Është përgjigjur se jam testuar, ma ka mbyllur. Por në gjithë këtë lëmsh me personazhe që fshihen pas chateve, vajza nis të kuptoj diçka. Merdiani kisha harru diçka aty, personazhi shkronte nuk ishim në ato pikat që shikon person. Dhe aty kuptove që Merdiani ishte roli kryesor që fshihesha aty. Ndronte me dy personalitete, njërë Merdian, njërë Qamil. Una thjesht dua të kuptoj personalitetin e këtij Merdianit, është Merdiani, a motra, a Qamili. Dua thjesht ta kuptoj që ky fatet mos të bëjë familja ime. E gënjeva, i thash kam bërë një dhuratë shumë lehtë, dhe ma duhet parta jote. Ma dërgovi, aty zbulova që emrin e vërtetë e kishte Merdian Ramazani, por në fakt mosha kishte 18, por ishte 20. Alo? Përshëndetje, si je? Mirë, ti? Kush jeni jo? Më tregu pak si është raporti jot me Gjenin. Unë me Gjenin jena të folë, jena të shkruajtur, që di mu i besoj, po ka hejën mes neve një Qemal. Po kush është ki Qemal nuk e kuptova, nuk e di kush është. Sa vjeç je? Unë jam 18. Ti nuk je 18, ti je 20 vjeç. Ke lindur në 2005-ën, sot jemi në 2025-ën. Në fakt ne disponojmë të fotokopjuar kartën e identitetit e Merdianit në të cilën shkruhet se ai ka lindur në vitin 2005. Por pak rëndësi ka kjo gënjeshtër e vogël, sepse ne duam të njohim Qemalin, personazhin aq interesant të kësaj historie. Prandaj, ndërsa jemi duke folur me Merdianin, provojmë të lidhemi edhe me gurun e tij enigmatik. Pse të ikin valët? Kjo më duhet të diun. Kush po të thret? Qemali. Në të vërtet po e therasim ne adresën e Qemalit të padukshëm, e cila është e regjistruar në celularin e tij. Po të thret Qemali apo Anastasia? Anastasia është një tjetër adres falso e vajzës adoleshente. Edhe Qemali edhe Anastasia, gjitha një rend. Çfarë raporti keti me Qemalin, sepse Gjeni mua më tha që Qemali, sipas asaj që ke deklaruar te Gjeni, është armiku jot. Po, armiku im, ama unë nuk kam lidhje se kena qenë tok. Edhe tash ai pse më ka desh një gocë, edhe pastaj po të merr Qemali, ë? Jo, Anastasia, kush është Nermina, gjitha. Të gjitha të marrin ty. Po jo, unë me Gjeni po shkruaj, me foli. Më dëgjo pak, Meridian. Ajo adres me emrin Qemal është e jotja. Ato foto, Meridian, ato foto që Gjeni të ka nisur ty, je duke i përdorur ti për t'i bërë shantazh Gjenit. Personi që po t'i binte telefonit tani jam unë, Meridian. Ta provojmë prap tani edhe një herë që të bindesh? Urdhëroja, ku e ke? 20 vjeçari nga Tetova e kuptoi që maska i ra, prandaj gjeti mënyrën më të shpejtë për t'u shmangur. Na bëri blok, por nuk vonon shumë dhe rikthehet me sa duket pasi e ka menduar gënjeshtrën e radhës. Familja ime e dinte se Gjeni folte me mua, që tash motra ime i tregoi familjes time se Gjeni e boni blok Merdiani. Kur vinte mami te ko, bëri aksident për Gjenin. Se tash unë rrezik kam edhe mamin edhe babin në aksident. Nuk e dia mund të vdesin. Kjo është shumë e turpshme kjo që ti po sa jon tani. Tash mund ta lëm me kaq. Nëse nuk don Gjeni, mundet me qenë dikush më i mirë se unë. Kjo as që nuk diskutohet, por problemi është që ti ke krijuar një adres tjetër falso me një emër Qemal, përmes së cilës ke shantazhuar Gjenin. Në mënyra e shkrimit, siç shkruan Qemali, shkruan edhe ti Meridian. Kur Gjeni të ka kërkuar bisedat e tua me Qemalin, ke bërë foto bisedave të Qemalit nga adresa e Qemalit dhe aty duket automatikisht që është vetë autori i cili shkruan. Okej, natën e mirë se unë kam jetën në rrezik për familjen time. Kujdesu për veten, kujdesu për familjen tënde dhe mos i shantazho vajzat duke krijuar adresa të tjera me dy personalitete sepse je i njëjti. Unë nuk jam budalla ta bëj një femër të vuaj me vetvete. Meridian, ti e ke bër Meridian. Familja ime vdes, dije se për shkak një personi si ju vdes. Familjes tënde mund t'i vijë keqja vetëm nga një fëmijë si puna jote.